Eksperimentet psikologjike. Eksperimentet e panumërta, psikologët dhe ekspertë të tjerë që kanë kryer me persona të hipnotizuar, doftojnë se ndërdia nuk është e aftë për çfarëdo zgjidhje a krahasim të domosdoshëm të procesit të përfunduarit. Me fjalë të tjera, ndërdia pranon dhe adapton çdo mendim që i përcillet, sado që ai të jetë i pavërtetë. Duke pranuar atë, ajo menjëherë i aktivizon mekanizmat e veta dhe reagon në përputhje me natyrën e vet. Ja një shembull që na tregon se në çmas ndërdia i nënshtrohet sugjestionit. Po qëse hipnotizuesi urdhëron personin e hipnotizuar ta pranojë identitetin e Napoleonit ose të shndërrohet në qen, ai pa luhatje, do të mishërohet me rolin e caktuar, do të ndërrojë plotësisht personalitetin e vet. Ngjashëm me këtë, po qëse hipnotizuesi ja imponon pacientit të menduarit se, për shembull, i kruhet shpina, se i rrjedh gjaku nga hundët, se ka të ftohtë ose se është ndëruar në bust mermeri, ai do ta dëgjojë atë duke i lënë pasdore të gjitha elementet e së vërtetës që nuk i përgjigjen kësaj ideje. Të gjithë këta shembuj të thjesht tregojnë dallimin ndërmjet pjesës së vetëdijshme të mendjes dhe ndërdijes që është abstrakte, jo selektive dhe e cila pranon çdo mendim që vetëdija e beson si të vërtetë. Nga kjo rrjedh rëndësia e të përcaktuarit të secilit prej nesh, që me rastin e zgjedhjes së mendimeve të veta, u përmbahet atyre që i kontribojnë fatit, shëndetit dhe kënaqësisë. Mendja objektive dhe subjektive. Vetëdia ndonjëherë quhet mendje objektive, sepse merret me pamjen e jashtme. Mendja objektive ka për detyrë njohjen e botës objektive. Për këtë qëllim, asaj i shërbejnë 5 ndjenja fizike. Ajo është udhërrëfyese dhe drejtuese e të gjitha kontakteve të njeriut me rrethin. Të gjitha njohuri që i posedoni keni fituar mendimin e të 5 ndjenjave. Mendja objektive mëson me anë të vështrimit, të përvojës dhe të arsimimit. Siç është thënë më parë, funksionimi i më i rëndësishëm i mendjes objektive është të përfunduarit. Paramendoni se jeni turist në Los Angeles. Në bazë të vështrimit të parqeve, të kopshteve, të ndërtesave madhështore dhe të shtëpive e banesave luksoze, do të vini në përfundim se keni të bëni me një qytet shumë të bukur. Kjo është mënyra se si vepron mendja juaj objektive. Ndërdia shpeshherë quhet mendje subjektive. Detyra e mendjes subjektive është që ta njohë rrethin e vet, por duke mos i shfrytzuar të 5 ndjenjat ekzistuese. Me fjalë të tjera, mendja subjektive sheh mendimin e intuitës dhe paraqet selin e të gjitha ndjenjave dhe depon e kujtimeve. Mendja subjektive vjen në shprehje kur ndjenjat objektive janë pasive. Shkurt, fjala është për pjesën e mendjes së njeriut, e cila shpërthen në plan të parë në momentin kur mendja objektive kotet ose kur pushon. Pra, mendja subjektive sheh dhe dëgjon, por gjatë kësaj kohe nuk i shfrytëzon as organet e të parit dhe as ato të të dëgjuarit. Ajo posedon aftësi të përfytyruarit. Mendja subjektive është në gjendje të dalë nga trupi, të udhëtojë në viset e largta dhe që prej andej të kthehet me njohuri të habitshme dhe të sakta e të vërteta. Mendimin e mendjes subjektive, secili prej nesh, është në gjendje t'i lexojë mendimet e të afërmëve të vet dhe përmbajtjen e letrave të mbyllura. Gjatë gjithë kësaj kohe, mendja subjektive nuk shërbehet me mjetet e zakonshme objektive të komunikimit. Secili që dëshiron ta përvetsojë aftësinë e lutjes së vërtet, do e mos duhet ta kuptojë natyrën dhe raportin ndërmjet mendjes objektive dhe asaj subjektive. Ndërdia nuk është e aftë për të vendosur. Ndërdia nuk është e aftë që të ndryshojë në diçka, përkatësisht nuk është në gjendje të kundërvihet. Prandaj, secilin, madje dhe sugjestionin e gabuar, ajo e pranon si të vërtetë
si përvojë, si veti, as si ngjarje. Çdo gjë që i ndodh njeriut mbin në mendime, të cilat në formë të besimit futen në ndërdije. Po që se në ndërdijen tuaj prej më herët ka pasur keq kuptime, metoda e vetme për largimin e tyre është përsëritja e pandërprerë e mendimeve konstruktive dhe të drejta, në mënyrë që më në fund ndërdija juaj t'i përvetsojë dhe t'i shndërrojë ato në shprehi të reja dhe të shëndosha jetësore, sepse ajo është thelia e shprehive të njeriut. Vetëdia në mënyrën e vetë të menduarit shkakton mihje të thella në ndërdije, gjë që është tepër e volitshme, po që se mendimet janë të harmonishme, konstruktive dhe paqëdashse. Mirëpo, nëse njeriu e kaplon frika, hallet ose e kaplojnë mendimet shkatëruese të ndonjë forme tjetër, shërimin mund ta gjejë nëse e kupton dhe e njeh fuqinë kolosale të ndërdijes, sepse me fuqinë e të dëshiruarit fillon të mendoj për fatin, për lirinë dhe për shëndetin. Pra, po që se sinqerisht dhe pa luhatje synoni ka liria dhe ka fati, ndërdija juaj, si fuqi krijuese, do të përkujdeset që këto me kënaqësi ju t'i përjetoni. Fuqia kolosale e suggestionit. Besoj se lexuesi tani e ka më të qartë se vetëdia paraqet rojën e portës dhe se roli i saj kryesor është që ta ruajë ndërdijen nga përshtypjet e rreshme. Kështu që një nga ligjet themelore të mendjes së njeriut është ndikimi i madh i suggestionit në ndërdije. Siç është thënë më parë, ndërdija nuk merret me të krahasuarit e as me të menduarit e pavarur, që si funksion i takon vetëdijes. Ndërdija thjesht reagon ndaj mendimeve, gjegjësisht ndaj përshtypjeve që ja përcjell vetëdia. Në asnjë moment ajo nuk është në gjendje të bëjë çfarëdo përcaktimi. Ja një shembull klasik të fuqisë kolosale të suggestionit. Merreni me mend sikur t'i afroheshit ndonjë udhëtari të zbehur në anije e t'i thonit: "Dukeni shumë keq, sa i zbehtë që jeni, sigurisht që vuani nga sëmundja e detit. Më lejoni t'ju përcjell deri në kabinën tuaj." Udhëtari me siguri edhe më shumë do të zbehet. Suggestioni juaj është bashkuar me frikën e tij, kështu që ai do ta pranojë ndihmën tuaj dhe do të fillojë të vuajë nga simptomat e sëmundjes së detit. Pra, suggestioni negativ është realizuar. Reagimet e ndryshme ndaj suggestionit të njëjtë. Njerëzit e ndryshëm, sipas ndryshueshmërisë së gjendjes së ndërdijes dhe të sistemit të besimit, reagojnë në mënyra të ndryshme ndaj suggestionit të njëjtë. Po që se i drejtoheni për shembull marinarit me fjalët "Djalosh, paksa keq po m'dukesh, mos të mundon diçka?", sikur vuan nga sëmundja e detit në fakt. Varësisht nga temperamenti, marinari do t'ju buzëqesh ose do t'ju fyej. Në këtë rast, suggestioni ka hasur në murin e pathyeshëm, sepse në mendjen e marinarit bashkohet bindja e tij e fortë se nuk mund të sëmuret nga sëmundja e detit. Prandaj, tek ai suggestioni nuk ka mundur të shkaktojë frikë, përkundrazi ja ka forcuar vetbesimin. Sipas fjalorit, suggestioni paraqet zgjuarjen e mendimeve të caktuara në mendjen e ndokujt, gjegjësisht në procesin mendor në kuadër të cilit ndonjë mendim pranohet, adaptohet, ajetësohet. Nuk duhet harruar se me anë të suggestionit ndërdijes nuk mund t'i imponohet asgjë kundër dëshirës së pjesës së vetëdijshme të mendjes. Me fjalë të tjera, vetëdia ka fuqi ta refuzojë secilin suggestion. Në rastin e lartë përmendur, marinari nuk i friksohet sëmundjes së detit. Ai është i bindur se ajo kurrë nuk mund ta shtijë atë në dorë, prandaj suggestioni negativ tek ai thjesht nuk mund të ngjallë frikë. Tek udhëtari i parë ndërkaq, suggestioni në plan të parë e vë friksimin e tij të fshehur nga të menduarit dhe mu këta faktor të brendshëm subjektiv drejtojnë jetën e secilit prej nesh. Suggestioni vetvetiu nuk ka kurfar fuqie, por vetëm nëse përvetësohet nga ndërdija. Të humburit e dorës.
Në kuadër të një seminari që e kam themeluar vetë në Londër, në çdo 2-3 vjet mbaj ligjërata. Me rastin e një prej qëndrimeve të mia, doktor Evelyn Fleet, drejtoresh në fakt e seminarit, ma rrëfeu një artikull të një gazete angleze rreth forcës së sugjestionit. Një njeri më shumë se 2 vjet pa ndërprerje drejtonte ndërdijes së vet sugjestioni vijues. Do ta jepja krahun e djathtë për ta shëruar ti me bi. Fëmia i tij ishte i sëmur nga një lloj e rëndë e astritit dhe nga një sëmundje e pashërueshme, por e lehtë e lëkurës. Meqense mjekët nuk u shkonte në fakt përdore që t'ja lehtësonin gjendjen, babait të saj i dhimbte shumë gjendja e së bijës. Në artikullin e gazetës mëtej thuhej se si një ditë kjo familje pati fatkeqësi komunikacioni dhe babait, i cili e drejtonte automobilin, ja amputuan krahun e djathtë mu në shpatull. Të nesërmen të gjitha simptomat e sëmundjes ju zhdukën së bijes. Kini kujdes, sepse ndërdia juaj mjafton që t'jepni sugjestione frymëzuese, shëruese dhe qetësuese për t'i bërë realitet. Mbani mend se me ndërdia nuk guxojmë të mahnitemi, sepse ajo gjithnjë na kupton tekstualisht. Si ta zhdukim frikën me anë të autosugjestionit. Autosugjestioni është proces ku individi vetvetes ja imponon një mendim të caktuar. Herbert Parkin, në doracakun e vet të shkëlqyeshëm mbi sugjestionin, e shënon ngjarjen interesante dhe humoristike me Savion. Një banor i New Yorkut me aeroplan arri në Chicago. Shikon orën, një orë më tepër në krahasim me kohën chicagse, dhe i thot shokut të vet Chicagas se ishte mesditë. Nikoqiri nga Chicagoja, duke harruar dallimin e kohës ndërmjet New Yorkut dhe qytetit të vet Chicagos, New Yorkasit i thot se ishte shumë i uritur dhe se domosdo duhet të shkonte për të drekuar. Autosugjestioni në mënyrë të ngjashme mund të përdoret në luftë kundër frikës dhe gjendjeve të tjera negative të mendjes. Një këngëtare e re ishte ftuar në audicion. Ishte gëzuar pa mas për rastin e ri që ishte dhënë. Mirëpo 3 herë me radhë kishte dështuar nga frika. Edhe pse kishte zë tepër të mirë, pa ndërprerje i thoshte vetes: "Ndoshta nuk do t'u pëlqejë këndimi im. Do të bëj çmos prap se prap, por me siguri nuk do të më pranojnë." Ndërdia e saj mishërohet me autosugjestioni negativ, e kupton atë si urdhër dhe shndërrohet në përjetim të drejtë për drejtë. Mirëpo megjithatë, këngëtarja problemin e vet e kishte zgjidhur me ndihmën e kësaj teknike. 3 herë në ditë tërhiqej në dhomën e vet. Vendosej me komoditet në koltuk, qetësohej thellë dhe i mbyllte sytë. Pastaj qetësonte mendjen, por edhe trupin. Palëvizshmëria fizike është e përshtatshme për pasivitetin mendor, me çrast mendjen e njeriut e fut në ndikim më të plotë të sugjestionit. Kjo vajzë mëtej pa ndërprerje përsëriste: "Jam e qetë, e drejtpeshuar, e sigurt, zëri im është i bukur dhe stabil." Këto fjali lehta si përsëriste 5 deri në 10 herë. Tërë veprimin e kryente si që tha 3 herë në ditë, ndërsa 1 herë mu para se të binte në gjumë. Ka fundi i javës e ktheu sigurinë dhe vetbesimin, kështu që në audicionin pasues, interpretimi i saj ishte fenomenal. Përsëritja e aftësisë së kujtesës. Një grua 75 vjeçare kishte shprehit i thoshte vetes: "Po e humb kujtesën." Sipas këshillës së një dashamirësi, filloi të ushtronte të ashtu quajturin sugjestion të indukuar, gjegjësisht të përsëriste disa herë: "Kujtesa ime që nga dita e sotme dukshëm është përmirësuar. Në çdo çast dhe në çdo vend do të jem në gjendje të rikujtoj çdo gjë që më nevojitet." Përjetimet e reja do t'i kem të qarta dhe të përcaktuara, si dhe lehtë do t'i mbaj mend të gjitha. Sa herë që do të provoj ta thërras të kujtuarit, ai do të lajmërohet në formë të rregullt e të patjetërsuar. Çdo ditë vërej për parim të dukshëm dhe së shpejti kujtesën do ta kem më të mirë se kurrë deri më tani.
Pas 3 javësh, kujtesa dhe disponimi i saj ishin plotësisht të përtërirë. Si të dekaloni vetit e këshia të karakterit? Shumë prej nesh, në çastet kur jemi të ngecur ose kur jemi të padisponuar, vërejmë se këso farë gjendjesh janë teje të përshtatshme për autosuggestionin. Po që se gjatë gjithë muajit fjalia vijuese vërtet përsëritet 3 ose 4 herë në ditë, në mëngjes, në drekë ose para mbrëmjes, si dhe mu para fjetjes, arrihen rezultate mahnitse. Nga ky moment do të jem më i disponuar. Lumturia, kënaqësia dhe gëzimi po bëhen gjendje normale të mendjes sime. Nga dita në ditë, gjithnjë më tepër ndjej mirëkuptim dhe dashuri ndaj të afërmëve, që nga ky çast do të jem i disponuar, ndërkaq njerëzit që më rrethojnë do të nxiten nga ky disponim i imi. Fuqia konstruktive dhe rënuese e suggestionit. Disa shembuj dhe vërejtje në lidhje me heterosuggestionin, heterosugestioni o suggestioni ushtruar nga dikush tjetër. Fuqia e suggestionit gjithmonë ka pasur rol të rëndësishëm anë mban botës, ndërsa në disa vise paraqet bazën e religionit. Suggestioni mund të përdoret për vendosjen e kontrollit dhe të mbikëqyrjes së vetvetes. Bile madje edhe kontrollin e plotë të gjithë atyre që nuk i njohin ligjet e mendjes së njeriut. Në formën e vet konstruktive, suggestioni është mahnitës dhe jep rezultate të shkëlqyeshme. Në aspektin e tij negativ, ai paraqet formulën më rënuese të mendjes së njeriut, e cila si pasojë ka mbarimin total, mjerimin, vuajtjen, sëmundjen dhe fatkeqësinë. A i keni përfituar ndonjërin prej këtyre suggestioneve? Secili prej nesh që nga fëmijëria më e hershme kemi qenë ose jemi në sulmin e suggestioneve të shumta negative. Duke mos ditur si t'i qërojmë hesapet me to, më së shpeshti ato i pranojmë në heshtje. Ja disa prej suggestioneve të tilla negative. Nuk je i aftë për këtë. Ti kur nuk do të bëhesh njeri. Nuk guxon. Do të mbarosh. Nuk ke kur far t'i paresh, nuk ke të drejtë, nuk ka efekt. Nuk është e rëndësishme se çka di, por kë e nje. Nuk ka efekt edhe ashtu për askënd nuk ka rëndësi. Tashmë je shumë i plakur, jeta është gjithnjë e vështirë, jeta është vuajtje paskajshme. Dashuria është marrëzi e zbrazët. Tërhiqu sepse kur nuk do të kesh sukses. Së shpejti do të mbetesh pa para. Ruaju, do ta fitosh ndonjë virus. Askujt nuk mund t'i zësh besë. Në këtë mënyrë, përshtypjet e fituara gjatë fëmijërisë krijojnë shembuj të sjelljeve që më vonë na shkaktojnë mos suksese të shumta në jetën tonë personale e shoqërore. Mënyra e vetme për t'u shëruar nga këto është përdorimi i suggestionit si metodë terapike, gjithsesi si mjet për shkatërimin e prangave verbale të kushtëzimit, si hapja e rrugëve të zhvillimit të shprehive pozitive. Secili është i aftë ta mposhtë suggestionin negativ. Në gazeta, për çdo ditë paraqiten artikuj të shumtë që mbjellin frikë, shtrëngim, mërzi, shqetësim si dhe kop. Po që si i pranoni këto mendime, mund t'ju shkatërojnë çdo dëshirë të jetës. Mirë po të armatosur me njohuri të autosuggestionit krijimtar, konstruktiv me lehtësi do të mund ta përballoni çdo rrezik. Pa ndërprerë, shqyrtojeni se cili suggestion negativ që mund t'ju drejtoj ndonjëri nga të afërmit tuaj. Askush nuk duhet pranuar suggestioni rënues. Secili prej nesh gjatë fëmijërisë dhe gjatë rinisë mjaft ka pasur kësoj qëndrimesh. Nëse shikon të kaluarën tënde, atëherë do të kesh të qartë se prindërit, dashamirësit, arsimtarët dhe kolegët e tu me të gjitha forcat janë përpjekur që me sukses ta zhvillojnë betejën e futjes në ndikim të suggestioneve negative. Mjafton që së paku vetëm një çast të thelloheni në ato që ju kanë thënë, në mënyrë që ta kuptoni thelbin e tyre. Duke ju friksuar, ata kanë për qëllim që t'ju mbajnë nën kontrollin e tyre.
Si mund ta mbysë njeriu sugjestionin? Ja një shembull. Kushëriri im gjatë qëndrimit të tij në Indi vizitoi një njeri që merrej me parashikime telepatike. Ai, duke shikuar në sferën e qelçit, ja zbuloi një sëmundje të zemrës dhe ja parashikoi vdekjen gjatë kohës se do të qëndrojë hëna e re e ardhshme. Kushëriri u kthye në shtëpi dhe të gjithëve në familje u tregoi për këtë parashikim. Madje e kishte shkruar edhe testamentin e tij. Sugjestioni i fuqishëm ja pushtoi ndërdijen sepse ai ju dorëzua atij. Në besim, mu rrëfye se ky parashikues posedonte aftësi mbinatyrore, gjë që njerëzve nga largësia mund t'u bënte ndonjë të mirë ose ndonjë të ligë. Kushëriri vdiq ashtu siç i që paralajmëruar, duke mos ditur se ai vetvetes ja kishte shkaktuar vdekjen. Besoj se secili prej nesh mund të rrëfej diçka të ngjashme e të marrë për ata që besojnë në besime të kota. Të shikojmë se çka ndodhur në të vërtetë, por në dritën e njohurive të fituara për mënyrën e të vepruarit të ndërdijes. Pra, ndërdia pa kurfar rezerve pranon secilin besim që ja përcjell pjesave të dijshme e mendjes dhe menjëherë vepron në pajtim me të. Kushëriri kur e vizitoi parashikuesin ishte njeri i lumtur, i shëndosh, i lëvizshëm dhe i fortë. Ky ndërkaq në mendje ja futi një sugjestion tepër negativ, të cilin plotësisht e pranoi. Kushëririn e kaploi tmerri. Në mendjen e tij pa ndërprer barte vdekjen e vet të paralajmëruar. Të gjithëve u rrëfente se çka i kishte ngjarë dhe se përgatitej për fund. Aktiviteti kryesor, pra, është zhvilluar në mendjen e tij, kështu që shkaku i vdekjes së tij ishte pikërisht të menduarit e tij, ose thënë më mirë, përmbajtja e mendimeve të tij. Duke u friksuar nga vdekja dhe duke pritur atë, e shkatërroi trupin e vet. Parashikuesi që ja kishte paralajmëruar vdekjen nuk posedon kurfar fuqie të mrekullueshme dhe se për këtë është i barabartë me secilin gur dhe me secilën bim në fushë. Sugjestioni i tij vetë më vete nuk është në gjendje të shkaktojë atë që ja sugjeron. Po t'i njëjtë kushëririm ligjet e mendjes së njeriut, ka mundur ta hedhë poshtë plotësisht atë sugjestion negativ, ashtu që fjalëve të parashikuesit nuk do t'u jepte kurfar rëndësie. Sepse, siç është e njohur, qenia e njeriut udhëhiqet vetëm nga mendimet dhe nga ndjenjat e veta të lindura. Po të kishte vepruar drejt, parashikimi si ndonjë shigjet e brisht do të thyhej në muret e mendjes së tij, duke mos i shkaktuar kurfar dëmi. Nga kjo shihet qartë se sugjestionet që na i ofrojnë të tjerët mund të kenë fuqi ndaj nesh vetëm nëse i pranojmë ato si tonat. Autosugjestioni në të vërtetë e ka fuqinë e vet vepruese. Por se nevojitet pëlqimi ynë mendor, atëherë sugjestioni bëhet pjesë përbërëse e procesit ton të menduarit dhe fillon të ndikojë tek ne. Duhet pasur ndërmend se secili njeri është në gjendje ta gjejë zgjidhjen. Prandaj, zgjidheni jetën, zgjidheni dashurinë, zgjidheni shëndetin. Fuqia e premisës së paramenduar. Mendja e njeriut punon sipas principit të silogjizmit. Kjo do të thotë se çdo përfundim tek i cili arrin ndërdia është i caktuar vetëm dhe në veçanti me anë të premisës, të cilën vetëdia më herët e paramendon si të vërtetë. Po qëse me të vërtetë premisa është reale, përfundimi gjithashtu do të jetë i vërtetë, siç shihet nga shembulli vijues. Çdo veti e mirë meriton lëvdat. Dashamirësia është virtyt, pra dashamirësia meriton lëvdat. Ja edhe shembulli. Të gjitha veprat që bëhen nga duart e njeriut ndryshohen dhe zhduken. Piramidat egjiptase janë vepra të duarve të njeriut, pra ato do të pësojnë ndryshime dhe do të zhduken. Gjykimi i parë është i përgjithshëm dhe nga ai, nëse është i drejtë, do e mos rrjedh edhe përfundimi i drejtë. Një profesor i cili që i pranishëm në disa ligjërata të mia të mbajtura në maj të vitit 1962 në New York, një herë më kishte thënë:
Çdo gjë në jetë më vajti mbrapsht, e humba shëndetin, i humba paratë dhe shokët. Çdo gjë që unë prek shkon në drejtim të gabuar. E këshillova ta formoj premisën e përgjithshme adekuate nga e cila do të udhëhiqet me të menduarit e vet dhe i shpjegova se mençuria e paskajshme e ndërdijes paraqet udhërrëfyesin shpirtëror, mendor dhe material të secilit njeri. Pas kësaj, ndërdija e tij që në gjendje ta udhëzoj aty për aty ka vendimet dhe ka veprime të mençura, ta shëroj atë dhe t'i sjell qetësi shpirtit tij. Profesori e paramendoi premisën e përgjithshme si pasqyrë gjithëpërmbledhëse të mënyrës së dëshiruar të jetës. Mençuria e paskajshme më udhëheq dhe më drejton, posedoj shëndet të përsosur. Trupi dhe mendja më sillen në pajtim me ligjin e harmonisë universale. Kënaqem nga bukuria, nga mjaftueshmëria, nga dashuria dhe nga qetësia. Me jetën time të përgjithshme komandon principi i veprimit të drejtë. Premisën e përgjithshme e kam të bazuar në të vërtetat e amshueshme. E di, e ndjej dhe e besoj se ndërdia ime reagon në përputhje me natyrën e të menduarit tim të vetëdijshëm. Pas një kohe të caktuar, nga profesori mora një letër me këtë përmbajtje. Të gjitha ato fjali, shumë herë në ditë, i përsëritja lehtë në heshtje dhe me dashuri, duke ditur se më depërtonin thellë në ndërdije, i bindur se do t'japin rezultatin e dëshiruar. Ju jam tepër mirënjohës që ma kushtuat kohën tuaj dhe do të doja të shtoj se jeta ime, nga të gjitha aspektet, me hapa të mëdhenj ecën përpara. Patëm sukses. Ndërdia asnjëherë nuk kundërvihet. Duhet pasur ndërmend se ndërdia disponon me dije të pakufizuar, si dhe i di përgjigjet e të gjitha pyetjeve të mundshme. Megjithatë, asnjëherë nuk kundërvihet, nuk shtjellohet, nuk thot, nuk guxon të mendosh më në atë mënyrë. Po qëse për shembull i përcjellni mendimet siç janë, nuk jam në gjendje ta bëj këtë, jam shumë i moshuar, nuk mund ta plotësoj obligimin e dhënë, kam humbur shumë kohë, nuk i njoh njerëzit e vërtet. Ajo gjithnjë do të reagoj drejt për drejt në pajtim me përmbajtjen e tyre dhe kurse si ndryshe. Fal kësaj, ju vetes ja ndaloni lumturinë dhe mirëqenien, si dhe e sillni shtrëngimin, varfërinë dhe mungesën e çfarëdo lloji. Po qëse në vetëdije krijoni pengesa, vështirësi a mendime negative, e gjykoni ndërdijen tuaj që diturinë e pakufishme që posedon ta përdor për qëllime negative, atëherë në të vërtetë jeni të mendimit se ndërdia juaj nuk është e aftë t'i zgjidhë preokupimet tuaja. Në këtë mënyrë, ju futeni në shtrëngim mendor dhe emotiv, të cilin e përcjell sëmundja trupore dhe prirja për çrregullime nervore. Me qëllim të realizimit të dëshirës dhe të tejkalimit të mungueshmërisë, do të duhet thënë me guxim për çdo ditë, mençuria e pakufishme që e ka lindur dëshirën më ofron plan të përkryer për realizimin e kësaj dëshire. Jam i vetëdijshëm se urtësia e brendshme dhe synimet e mia do të materializohen me botën e jashtme. Më kaplojnë qetësia, ekuilibri dhe harmonia. Nëse thoni s'ka rrugë dalje, jam i humbur, dilema nuk ka zgjidhje, jam i ndalur dhe i shtrënguar, me siguri do të mungoj çfarëdo përgjigje nga ndërdia. Po dëshirua që ndërdia të punoj për ju, bëja një kërkesën e vërtet, bashkëpunimi nuk do të mungoj. Ndërdia gjithnjë është në shërbimin tuaj. Ajo mbikëqyr punën e zemrës suaj, ritmin e frymarrjes, shëron vendprerjen e gishtit, është e drejtuar ka jeta. Dhe, gjithmonë, kujdeset për ju. Megjithatë edhe vetë posedon mendjen e vetë, ndërdia pa lënë asgjë anash, i pranon planet tuaja të menduarit. Ndërdia do të përgjigjet sa herë që gjurmoni zgjidhjen e problemeve, por njëkohësisht ajo pret prej jush që në vetëdije të formoni gjykime të drejta primare. Kini ndërmend se ndërdia gjithmonë ka përgjigje.
Mirë po, nëse thoni nuk besoj të ketë rrugdalje, jam i habitur pse vazhdimisht më largohet përgjigja, ju eliminoni forcën e lutjes suaj, gjëqësisht forcën e ndërdijes suaj. Prandaj, qetësojeni shpirtin, lëshohuni në qetësi të thellë dhe me vendosmëri më vete thoni: ndërdia ka përgjigje dhe pikërisht në këtë çast ajo na ofron ato. Jam mirënjohës sepse mençuria e paskajshme e ndërdijes e njeh vetë eksistencën e gjërave. Jam më se i bindur se mendimet i kam të drejta dhe se me vendosmëri e liroj fuqinë e mrekullueshme të ndërdijes. Përmbajtja e qëndrimeve kryesore. Po menduat mirë, e mira do t'ju pasoj. Po menduat keq, e keqja gjithashtu do t'ju pasoj. Njeriu është i tillë si mendon. Ndërdia nuk është në gjendje të kundërshtojë, por pranon çdo gjë që ja përcjell vetëdia. Kur mos thoni nuk kam para për diçka të tillë, madje edhe nëse kjo është e vërtetë. Zgjidheni mendimin më të mirë. Do ta blej këtë gjë. Në mendje ajo është bërë e imja. Secili njeri disponon mundësi të zgjidhjes. Përcaktohuni për shëndet dhe lumturi. Mund ta zgjidhni dashamirësinë ose vagabondizmin ndaj të afërmëve. Përcaktohuni për bashkëpunim, për gëzim, për sjellje miqësore dhe do të vëreni reagime të pranueshme nga të gjithë ata që keni pranë vetes. Kjo është mënyra më e mirë për t'u zhvilluar personaliteti pozitiv. Vetëdia është roja e portës. Detyra kryesore e saj është pengimi i depërtimit të përshtypjeve të rrejshme në ndërdije. Përcaktohuni dhe besoni në mundësitë e ndodhive pozitive. Fuqia më e madhe e njeriut është aftësia për zgjidhje. Zgjidheni lumturinë, zgjidheni begatinë. Deklarimet dhe sugjestionet e të tjerëve nuk kanë fuqi që t'ju shkaktojnë dhembje. E vetmja forcë që mund t'ju lëndoj është mendja juaj e ndërlikuar, autosugjestioni. Refuzojini mendimet e të tjerëve, ndërsa pranojini vetëm sugjestionet tuaja pozitive. Kini kujdes se ç'flisni, përndryshe do t'jeni të detyruar të jepni llogari për secilën fjalë. Asnjëherë mos thoni do të mbaroj, do ta humb punën, nuk jam në gjendje të paguaj qiran e banesës. Ndërdia nuk di ç'është mahia, sepse çdo mendim ajo e kupton me seriozitet, duke u përpjekur me tërë fuqinë që ta shndërrojë në vepër. Mendja juaj nuk është e ligë. Asnjë fuqi natyrore vetvetiu nuk është keqbërës, por ajo sillet në përputhje me mënyrën se si e shfrytëzoni. Përdoreni mendjen tuaj si forcë shëruese, si frymëzim dhe si shkak për lumturinë e të afërmëve tuaj. Kur mos thoni, nuk jam në gjendje ta bëj këtë. Largojeni frikën me ndihmën e kësaj fjalie. Me forcën e ndërdijes sime, jam në gjendje të bëj çdo gjë në botë. Filloni të mendoni nga aspekti i së vërtetave të amshueshme dhe nga ai i principeve jetësore. Harrojeni frikën, mosdijen dhe besimet e kota. Mos i lini të tjerët të mendojnë për ju, vetë ju zgjidhni mendimet tuaja, vetë ju vendosni. Çdo njeri është kapiten i shpirtit dhe zot i fatit të vet. Mos harroni, ju posedoni mundësi të zgjidhjes. Prandaj, zgjidheni jetën, dashurinë, shëndetin, lumturinë. Çdo send që vetëdia e paramendon ose e beson si të vërtet, ndërdia atë do ta përvetsoj e do ta shndërroj në vepër. Besoni në fat të mirë, në veprim të drejtë dhe në çudinë e quajtur jetë. Fuqia çuditëbërëse e ndërdijes. Fuqia e ndërdijes nuk ka kufi. Ajo na frymëzon, na drejton, na i zbulon emrat, pamjet dhe faktet e deponuara në memorje. Ndërdia ja dha shenjën e fillimit të punës së zemrës të secilit prej nesh. Me kujdes e mbikëqyr qarkullimin e gjakut në organizëm.
e rregullon tretjen dhe funksionet e tjera trupore. Kur ham bukë, ndërdia e transformon atë në inde, në muskuj, në eshtra e në gjak. Ky proces e tejkalon madje edhe mençurinë e njerëzve më të dijshëm. Pra, ndërdia i kontrollon të gjitha proceset vitale e funksionale të trupit, si dhe i di përgjigjet e të gjitha problemeve. Ndërdia asnjëherë nuk fle, ajo kurrë nuk pushon, gjithnjë është në punë. Fuqinë e mrekullueshme të ndërdijes mund ta zbuloni në mënyrë krejtësisht të thjeshtë. Mjafton që më para se të bini në gjumë të mendoni ndonjë dëshirë. Shpejt do të zbuloni se fuqitë në brendi të mendjes suaj janë liruar dhe janë nisur drejt realizimit të rezultatit të kërkuar. Pra, te secili prej nesh gjendet burimi i një force e i një mençurie të madhe, gjendet fuqia që e vë në lëvizje botën, që i drejton planetet dhe që për çdo ditë sjell rilindjen e diellit. Ndërdia është burimi i idealeve, i synimeve dhe i veprave njerëzore. Nëpërmjet saj, Shakespeare-i njohu të vërtetat e mëdha, të fshehura me shekuj nga lloji njerëzor. Nga të nxiturit e ndërdijes së tij, skulptori i madh grek Fidia, gurin dhe bronzin i shndërronte në bukuri, në simetri dhe në proporcion. Ndërdia, piktorit italian Rafaelit, ia mundsoi që t'i pikturoj Madonat, ndërsa Ludwig van Beethoven që t'i komponoj simfonitë e veta. Në vitin 1955 në Universitetin Yoga në Rishikesh të Indis, pata mbajtur disa ligjërata. Me atë rast bisedova me njërin nga dëgjuesit e mi, përndryshe mjek nga Bombay. Ai më pati treguar për Dr. James Esdalein, mjek skotlandes, i cili kishte punuar në Bengal qysh para se të shpikej eteri dhe cila do metodë tjetër bashkëkohore e anestezionit. Ka mesi i shekullit të kaluar, ndërmjet viteve 1842-1846, Dr. Esdale kishte kryer mbi 400 operacione të rënda të gjitha llojeve, siç janë amputimet, eliminimet e tumorëve malinj dhe beninj, operimet të syrit, të fytit e tjerë. Gjatë kësaj, ai shndërroi ekskluzivisht me anestezion mendor. Dëgjuesi im më pati thënë se vdekshmëria pas operacionit të Dr. Esdale-it ishte jashtëzakonisht e ulët, jo më e madhe se 2 a 3%. Pacientët fare nuk ndjenin dhimbje, ndërsa nuk është regjistruar asnjë rast i vdekjes gjatë kryerjes së operacionit të këtij doktori. Ndër dijes së pacientëve të hipnotizuar, u dërgonte sugjestione se si ata do të përjetonin shëndet dhe operacion shumë të mirë. Duhet pasur ndërmend se kjo ka ndodhur para kohës së Louis Pasteurit, të Joseph Listerit dhe të shkencëtarëve të tjerë, të cilët e kanë zbuluar prejardhjen e bakteriologjike të sëmundjes, si dhe instrumentet e pasteralizuara si shkaktar të infektimeve. Mjeku nga Bombay shtoi se vdekshmëria e ulët dhe mosinfektimet, padyshim, ishin rezultati sugjestioneve që Dr. Esdale u drejtonte pacientëve të vet, respektivisht ndërdijes së tyre. Kuptohet se pacientët silleshin në pajtim të plotë me sugjestionet e tij. Është e qartë se mjeku i vetmuar, qysh para një shekulli e gjysmë, pati zbuluar fuqinë e mrekullueshme dhe çuditëbërëse të ndërdijes. Ky fakt, a nuk zgjon tek secili prej nesh respekt të veçantë? Ti kujtojmë fuqi transcendentale të pjesës së ndërdijes të mendjes së secilit prej nesh. Ta kujtojmë aftësinë e saj të vërejturit jashtë ndjenjësor, siç është parashikueshmëria, pavarëshmëria e saj nga koha dhe hapësira, aftësia e saj për ta zbuluar dhimbjen dhe vuajtjen dhe për të ofruar përgjigje në secilën pyetje dhe në zgjidhjen e secilit problem. Faktet e cekura tregojnë se te secili prej nesh ekziston fuqia, inteligjenca, e cila dukshëm e tejkalon mendjen tonë të ngushtë. Përjetimet e përshkruara na shtyjnë që me buzëqeshje ta fitojmë besimin në fuqinë çuditëbërëse të ndërdijes sonë.
Ndërdia është libër i jetës. Pa marrë parasysh natyrën e mendimeve, të besimeve, të qëndrimeve, të teorive, atë dogmave që i regjistroni, i gdhendni a i futni në ndërdije, ato gjithnjë do t'i përjetoni si forma objektive të shprehurit të kushteve reale, të rasteve a të ngjarjeve të vërteta. Çdo gjë që njeriu e fut, e shënon në vete, do ta shijojë si diçka të jashtme. Secili prej nesh ka dy anë jetësore, objektiven dhe subjektiven, të dukshmen dhe të padukshmen, mendimin dhe formën e jashtme të tij. Truri si organi pjesës së vetëdijshme të mendjes e pranon mendimin që merret me të menduarit, pasi që pjesa e vetëdijshme ose pjesa objektive e mendjes plotësisht ta ketë përvetësuar mendimin e përcjell atë në pleksusin solar, në gërshetimin nervor, që ndryshe quhet edhe si zemër e shpirtit të njeriut dhe merr formën e vet trupore e shndërrohet në përjetim, bëhet pjesë e përvojës. Siç u tha edhe më herët, ndërdia nuk është në gjendje ta kundërshtojë pjesën e vetëdijshme të mendjes, por vepron ekskluzivisht në bazë të urdhrave të pranuar. Pra, aktgjykimi që bie vetëdia është gjithnjë i prerë. Prandaj, secili prej nesh në çdo moment e shkruan librin e vet të jetës. Njeriu është i tillë si mendon, ka thënë eseisti amerikan Emerson. Përmbajtja e futur në ndërdije domosdo merr formën jashtme paraqitëse. William James, babai i psikologjisë amerikane, ka thënë se fuqia e aftë për të lëkundur është në ndërdijen e secilit prej nesh. Me fjalë të tjera, ndërdia është e vetë aftësuar me inteligjencë të paskajshme dhe me mençuri të pakufishme. Pi nga burimet e fshehura dhe quhet ligji i jetës. Mu për këtë, ndërdia është e aftë të bëjë çdo gjë, ta lëviz tokën dhe qiellin në mënyrë që t'i kryej urdhrat e pranuar nga vetëdia. Prandaj duhet pasur kujdes që këta urdhra, këto përjetime të jenë gjithnjë të drejta dhe konstruktive. Anëmban botës është përhapur mjerimi dhe kaosi, sepse njerëzit thjesht nuk e kuptojnë varfshmërinë reciproke ndërmjet vetëdijes dhe ndërdijes së vet. Vetëm nëse arrin që të dy principet të veprojnë bashkarisht në harmoni reciproke, në pajtueshmëri dhe në paqe, do të kënaqemi me shëndet, me lumturi dhe kënaqësi. Aty ku vetëdia dhe ndërdia veprojnë në përputhshmëri dhe në të njëjtën kohë, nuk ka sëmundje e as mos pajtime. Varri i Hermesit është hapur me pritje të mëdha, sepse ekzistonte përshtypja se në të gjendet fshehtësia e të gjitha kohrave. Kjo fshehtësi tingëllonte si është brenda, ashtu është edhe jashtë, si është lart, ashtu është edhe poshtë. Me fjalë të tjera, çdo gjë që është futur në ndërdije të shprehurit e vet e gjen në ekranin e hapësirës së lirë. Këtë të vërtet e predikojnë Mojsiu, Isai, Jezusi, Buda, Zamarutra, Lao-tse dhe të gjithë mendimtarët të tjerë të arsimuar gjatë gjithë historisë njerëzore. Çdo gjë që subjektivisht e ndjeni si të vërtet, do ta gjejë të shprehurit e vet si përvojë, si veti, as si ndodhi. Lëvizja dhe ndjenja domosdo duhet të jenë në baraspesha fatgjate, si në qiell, gjërësisht në mendjen e njeriut, ashtu edhe në tokë, në trup dhe në mjedisin e tij. Kështu tingëllon ligji kryesor i jetës. Në natyrën e tërësishme hasim ligjin e aksionit dhe të reaksionit, të lëvizjes e të pushimit. Vetëm me baraspeshën e këtyre dy gjërave abstrakte mund të vijë deri te përputhshmëria dhe ekuilibri i përgjithshëm. Njeriu duhet të lejojë dhe të mundsojë të zhvilluarit ritmik dhe harmonik të tij. Impulsi fillestar do e mos duhet të jetë i barabartë me rezultatin e fituar. Përshtypja dhe të shprehurit e saj do e mos duhet të përputhen. Mendimet negative krijojnë ndjenja të dëmshme, të cilat do e mos duhen gjetur të shprehurit e vet të jashtëm. Prandaj lajmërohen vështirësitë e zemrës, tensioni i lartë, i thati në organet e tretjes, të mufaturit e tjerë.
Ç'mendoni për vete në këtë moment? Se cila thërmi e qenjes suaj e shpreh këtë mendim? Shëndeti trupor, gjendja materiale, dashamirët, pozita shoqërore, në mënyrë të përkryer shprehni idenë që keni për vetveten. Mund nga kjo vërehet rëndësia e çdo gjëje që është futur në ndërdije dhe që vjen në shprehje në të gjitha fazat e jetës së njeriut. Duke i përmbajtur mendimet negative, vetvetes i shkaktojmë dëm, madje edhe dhimbje. Vallë, sa herë e keni lënduar veten duke u hidhëruar, duke u frikësuar, duke lejuar t'ju mposhtë xhelozia e dëshira për hakmarrje? Këto janë helme që ndotin ndërdijen, askush nuk ka lindur i ushqyer me qëndrime negative. Prandaj, ndërdia juaj ushqehet me mendime gjallëruese dhe vetëm kështu do t'i evitoni të gjitha format negative të ftuara në të. Nëse do t'jeni këmbëngulës, do t'ju shkoj përdore ta zhvendosni tërë trashëgiminë negative. Kujdesuni për mendimet tuaja.